Unë jam Ilir Fetau, me profesion jam jurist dhe që nga vitet e para pas luftës jam i angazhuar në ndërtimin e institucioneve të Kosovës, shumë prej cilëve atëherë sapo merrnin formë. Kam punu jo si spektator, por si njeri i përkushtuar që shteti i Kosovës të ketë themele solide ligjore institucionale. Nuk jam politikan i rastit, por njeri institucionet që beson se shteti ndërtohet me profesionalizëm, përvojë, përgjegjësi, jo me improvizime dhe propagandë. Pse pikërisht në këto zgjedhje ki vendos ose i ki konstatuar që është e nevojshme që Ilir Fetau të kandidojë për deputet për Kuvendin e Kosovës? Kam vendosur të garoj tani, sepse besoj që jemi në një moment shumë të ndihshëm politik për shtetin, prej ku shohim institucionet dokume, kuvendi që shpesh shndrohet në arenë konfliktesh verbale dhe jo vetëm në qendër të debatit serioz ligjor dhe politik për shkak të thirrur të jetë. Shumë procese shtetërore po vonohen ose po keq menaxhohen dhe kjo kthehet në koste të drejtë për drejtë për qytetarin dhe për institucionet. Në këtë kontekst, unë nuk mund të qëndroj thjesht spektator. E shoh këtë garë jo si ambicie personale, po si detyrim profesional dhe qytetar, që në kuvend kemi më shumë njerëz që njohin ligjin, që njohin procedurën, që njohin shtetin dhe që vendosin interesin shtetëror dhe kombëtar mbi çdo gjë tjetër. Ja thamë në fillim që në vitet e pas luftës, kur kanë filluar ndërtuar institucionet, duke qenë se jeni matiku e institucioneve shtetërore. Për cilin vit? Në fakt unë jam prej vitit 2001 në institucionet e shtetit. I bjen që keni marrë pjesë në shumicën e grupeve themeltare të këtyre institucioneve që sot i gëzojnë të gjithë. Në vitet e para, pas luftës, kur ka qenë themelimi i institucioneve që janë quajtur atëherë të përkohshme, ka qenë, domethënë, edhe pse ka pas shumë pak resurse, ka pas shumë vullnet që të punohet dhe që, domethënë, një ndjenjë e fortë e përgjegjësisë për shtetin. Edhe pse ja kemi nisë nga zero. Dominonte fryma bashkëpunimit mbi dallimet. Domethënë, modestia në qasje, respekti ndaj institucionit, pra këto kanë qenë parimet bazë me të cilat çdo shqiptar i cili ka qenë në institucione e ka fillu punën edhe është mundu domethënë që ai postulat ta orienton drejt punës së vet. Sot është pak më ndryshe, shohim shumë personalizim pushtetit, fatkeqësisht kemi polarizim politik, edhe prirje që institucionet e shtetit të shihen si pronë. Jo si pronë e përbashkët e qytetarëve, por në pak më ndryshe. Ajo që dua të rikthej me sa ka mundësi është pikërisht ajo fryma shtetformuese, e cila ka qenë edhe më herët. Unë e marr shembull shumë shpesh vitet 90-ta, kur Kosova ka qenë në një pozitë jashtëzakonisht të rëndë, por kur në krye të saj kanë dalë intelektualët e kohës, në krye me presidentin Ibrahim Rugova, dhe kur gjithë energjia, edhe intelektualëve, edhe gjitha shtresa e shoqënisë është kanalizuar në drejtim të formimit dhe të forcimit të shtetit, ne ja kemi dalë. Pa diskutim që shembulli tjetër është edhe faza të tjera të pas luftës, ekipi i unitetit që ka funksionuar në Kosovë, edhe që kemi, domethënë, gjithmonë ne kur kemi qenë bashkë, kemi pas suksese. Është edhe kundërta, fatkeqësisht kur jemi të ndarë, mungojnë sukseset. Kjo që situata në cilën jemi tani, domethënë, duhet të anashkaluar, duhet kthehemi, të bashkohemi në mënyrë që rezultatet të jenë të prekshme dhe të arrijmë atje ku dëshirojmë. Ilir, përvoja punës, me sa po shohim, nuk është që të mungon. Rrjedhimisht keni qenë edhe antar i Komisionit Qendror Zgjedhor në një kohë. Kjo atë përparësi? Po, unë mendoj që përvoja në KQZ ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Aty mendoj se sistemi zgjedhor në Kosovë, ligji, rregulloret, procedurat, ankesa, mendoj se ndoshta kanë nevojë të trajtohet pak dhe eventualisht të ndryshohet dhe të përshtaten konform të thonave të cilat i ka Kosova. Duhet kemi depolitizim të plotë të administratës zgjedhore. Pastaj duke filluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në KQZ duhet të jenë ose gjyqtar, domethënë me përvojë, ose jurist të shquar me përvojë. Nuk është KQZ-ja arenë debate politike dhe spektakle të cilat fatkeqësisht po ndodhin sot.
Unë mendoj që aty po bëhet një dëm shumë i madh ndaj institucionit, por edhe ndaj imazhit në përgjithësi të Kosovës. Pa diskutim që zgjedhjet e lira dhe ndershme janë themel i shtetit, sepse prej zgjedhjeve burojnë institucionet. Dhe nëse ne kemi, zgjedhje kredibile, pa diskutim që edhe institucionet do të jenë kredibile. Zgjedhjet e lira të ndershme janë themeli i legjitimitetit të çdo kuvendi, dhe pa to çdo pushtet mbetet i kontestueshëm. Kosova ka kriju një përvojë solide në organizimin e zgjedhjeve, por gjithmonë ka hapësirë për përmirësim. Unë mendoj se prioritet mbi prioritetet duhet jenë zonat zgjedhore në Kosovë, pavarësisht se pas luftës rrethanat e caktuara është bërë në Kosova një zonë zgjedhore, kjo është bërë për shkak mbrojtjes së minoritetit, por tash kanë avancuar të drejtat e tyre deri në atë masë që saqë të krijohen zonat zgjedhore. Për numrin e tyre është çështje që duhet të studiuar pak më detajisht, por ato e bëjnë autentik zërin e përfaqësimit dhe deputetët nga ato zona e përfaqësojnë automatikisht zonën prej gabimit. Nëse qytetarët e Kosovës ju besojnë votën, cilat kishin pas për punë 3 prioritete po supozojmë të riflektohet si deputet në Kuvendin e Kosovës? Investimi primar duhet jetë funksionaliteti i kuvendit dhe institucioneve. Ne thamë edhe më herë që duhet kemi të kujdesshëm që me rregulluar në kuvendit, duhet jetë automatikisht në nivelin e duhur që mos ketë blokada, seancat pa fund me të stërzgjatura, pa vendimarrje, parlamenti duhet të kthehet aty ku ka vendin, pra në qendër të ligjvendje serioze dhe jo të spektaklit politik. Kjo duhet jetë prioritet mbi prioritet. E së zhvillimi ekonomik. Duhet kemi fokus të veçantë në zhvillimin ekonomik. Pa diskutim, kjo është breng me cilën fatkesisht Kosova është vendi më i varfër në Evropë zyrtarisht, por investimi që duhet ta bëjmë më i madh është në fushën e zhvillimit ekonomik. Mbështetje reale edhe të fuqishme për bujqësi dhe agroturizëm. Mendoj se Kosova në përgjithësi është zonë e cila duhet investohet në këtë sektor. Sidomos për shembull prej nga vijone, duhet investohet shumë edhe në zonat e lira ekonomike ndërkufitare, bashkëpunimet ndërkufitare, projekte ndërkufitare. A kanë me kohë këtu në qendër të po supozoj të insistimeve tua nëse do t'jeni? Pa diskutim. Unë mendoj se këto janë fushat e cilat duhet të fokusohemi sepse financohen shumë edhe nga Bashkimi Evropian, sondimi i ligjit dhe lufta kundër kapjes institucioneve. Fatkesisht e kemi pa kohëve të fundit një tendencë që të kapen institucionet. Kjo mendoj që mbikëqyrja e avancume dhe profesionale agjencive shtetërore duhet jetë prioritet. Pra këtu nuk janë vetëm premtime, por fusha ku unë kam punu praktikisht dhe gjatë gjithë karrierës time jam marrë me këto gjëra. Absolutisht, nëse do të kënishin qytetarët që do të ishin mjaftueshëm për me të quajtur si deputet, sa të njohën, unë besoj që të njëjtit nuk do të hezitonin me të mbështet për me pas një zonë sikur tuaj në Kuvendin e Kosovës. Gjakova dhe Dugaxhini shpesh thonë se ndihem të anashkaluara. Çfarë sjell në Kuvend një deputet nga Gjakova? Kohëve të fundit, duke mos anashkaluar asnjë pjesë të Kosovës, pa diskutim. Sigurisht që unë mendoj që është përparësi, sidomos janë parapor me tash Hekurulla, e cila është e parapor që të shkojë nga Gjakova, për Shkodër. Është e parapor ose është folë shumë më herët edhe për korridorin Adriatik-Al, për rruga magjistrale që duhet të jetë atje, që unë mendoj që duhet të bëhet kjo sepse është interes i jashtëzakonshëm i dy vendeve, Shqipërisë dhe Kosovës, dhe unë do të angazhohem absolutisht që kjo të bëhet realitet. Këto pra janë pika që japin impakt jashtëzakonshëm zhvillimit ekonomik dhe zhvillimit të gjithëmbarshëm. Qasja shumë e lehtë me portin e Shëngjinit, me Shkodrën, pra këto janë përveç aspekteve ekonomik kanë impakt të përgjithshëm edhe në aspektin kulturor. E njoh shumë mirë realitetin e zonës, sfidat e bujqësisë,
papunësinë të rinjve, mungesën e investimeve të synuara dhe pritje të mëdha nga korridoret rrugore tregtare drejt Shqipërisë. Në kuvend do të sjellë një zë që kërkon trajtim të barabartë, domethënë për Dugagjinin dhe Gjakovën. Do të insistojë në projekte konkrete, në infrastrukturë, në zhvillim rural edhe për krijim vendeve të punës, në mënyrë që të rinjt mos të shohin mërgimin si opsion. Zëri i Gjakovës në kuvend është zëri shumë zonave që deri tani janë parë vetëm si statistika, jo si prioritet real. Mirë Ilir, domethënë po supozoj që ku përmendet Gjakova, e thatë edhe ju, projektet e cilat do të investoheshin direkt Gjakov i bojnë hajër që thot populli edhe Prizrenit, edhe pjesës e maleve edhe bjeshve të Qanit, deri në Pej, deri te pjesa e Istokut. Kuvendi sot shpesh kritikohet për mungesë profesionalizmi. Si duket në praktik deputeti profesionist që ju menoni se duhet Kosovës? Deputeti profesionist nuk është ai që flet shumë, por ai që punon shumë, edhe mirë. Është njeriu që vjen i përgatitur në seancë, njeriu që i lexon ligjet, që i lexon materialet e cilat i ka para vetes, i njeh implikimet, konsulton ekspert, para se të ngrej dorën për ose kundër një projekt ligji. Pra, deputeti profesionist nuk e përdor kuvendin për fjalime emocionale dhe pa përmbajtje, por për debatet argumentume, të bazuar në fakte dhe në të drejtë. Ai mban kontrakte të rregullta me qytetar, raporton për punën e tij edhe është i gatshëm të jap llogari. Unë dua që në kuvend të kthehet ky standard. Me pak show, me shumë punë. Kuvendi nuk është vend i showbizit. Kuvendi është arenë e njerëzve të ditur që bëjnë punë të mira për vendin, që bëjnë ligje të mira, rregullore të mira, akte dhe vendime të mira për vendin. Unë du pra ligje sa më shumë të zbatueshme edhe institucione funksionale dhe pa ofendim. Ilir, çfarë mesazhi keni për trinjet edhe diasporën që janë lodhur, të këto e shohim çdo ditë nga komentet e ndryshme në platformat e rrjeteve sociale, që janë lodhur nga politika dhe dyshojnë se asgjë nuk do të ndryshojë edhe nëse i mbajmë edhe ka 10 parë zgjedhje brenda vitit. Për trinjt dhe diasporën, ne kemi obligim dhe jo vetëm mesazh. Në radhë parë për trinjt kemi obligim që t'ju ofrojmë arsim cilësor, sepse arsimi cilësor është bazë e zhvillimit të gjithëmbarshëm, në mënyrë që ata t'ju krijojnë kushte të rrinë në vendin e vet, të rrinë në Kosovë. Gjithashtu për diasporën kemi obligim. Diaspora është pjesë e pandare jonë, është dhimbja jonë, por ka qenë edhe zhvillimi jonë. Unë personalisht jam djalë mërgjimtari, jam vëlla mërgjimtari, dhe ne duhet të krijojmë kushte që ata të vinë në Kosovë, të kthehen në vendin e vet, sikur që ka ndodhur me shumë shtete të tjera. Ne kemi rastin tash së fundmi, për shembull me Spanjën, Portugalinë, Poloninë, ku diaspora atyre po kthehet për ditë. Kjo vjen për shkak të zhvillimit ekonomik të cilat janë ka bojnë ato vende në kuadrin e Bashkimit Evropian. Pra synimi jonë është që ne të integrohemi në Bashkimin Evropian, të integrohemi dhe të antarësohemi sa më shpejt në NATO. Kjo sjell siguri dhe qeshia mbitor, lidhjet speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, postulatet e presidentit Rugova duhet të jenë prioritet mbi prioritete, sepse këto janë të studiuar mirë nga Gjeneu i kohës. Kështu, edhe zgjedhjen të jashtëzakonshme, edhe koha është e jashtëzakonshme, edhe ti ke angazhimet tua, edhe po me një fjalë, pse qytetari duhet të votojë, duhet të rrumbullakoj, që thot populli numrin 101. Ilir fetau në listën e LDK-s. Sepse me numrin 101 ju zgjidhni një njeri të institucioneve që ka dëshmuar për vite se punon për shtetin dhe jo për spektakël. Dhe unë jam i vendosur që ta vendos interesin shtetëror e kombëtar mbi çdo interes tjetër, duke kontribuar për një kuvend profesional të pastër, të përgjegjshëm ndaj qytetarëve. Ilir fetau unë të uroj suksese ty dhe krejt kategorisë që si ngjashëm ose të njëjtë me juve, profesionista edhe që dojnë shtetin edhe kombin,
Të uroj suksese dhe falenderoj për kohën. Faleminderit shumë edhe për Edhe ju. për mundësinë që më zhvillu këtë intervistë shkurt, por besoj thelbësore. Shumë faleminderit. Suksesi.